Përshëndetje. Në këtë episod të sotëm të Newsroom do të flasim për rivlerësimin e pronave, një proces i cili në fakt do duhet kishte nisur që nga 1 janari i këtij viti, por po haset me vonesë. Pas dekretimit me vonesë nga presidenti Begaj, tashmë do duhet presim aktet në ligjore. Kjo në një kohë që Shqipëria ka një eksperiencë në drejtim të procedurave të rivlerësimit. Nuk është hera e parë, në vitin 2011 deri në harkun e 2013 kemi pasur procedurën e parë të rivlerësimit me një tatim 1%, ku të ardhurat në buxhet kanë qenë në vlerën e 39.8 milionë eurove dhe pronat të rivlerësuara kanë qenë plot 95.681, ndërkohë që kemi pasur sërish në 2016-2017 me normë tatimi kësaj here në 2%, 64.686 pronat të rivlerësuara me të ardhurat në buxhet 56.9 milionë euro. Në harkun e viteve 2020-2022 kemi 94.298 pronat të rivlerësuara me normë 3% dhe në të ardhurat në buxhetin e shtetit kanë qenë në vlerën e 138.6 milion eurove. Në fakt, kur drafti fillestar i propozuar nga deputetja e Partisë Socialiste, ish deputete Blerina Gjylameti doli, u mendua se do të ishte në vlerën e 3% dhe pati nga ata të cilët kishin prona për të shitur, të cilët u stepën në pritje të rivlerësimit, sepse në vend të 15% menduan se do të paguonin 3%. Dhe kjo në fakt ka krijuar një lloj ngërçi që nga viti 2024, që nga maj deri më sot ka një rënje të transaksioneve, të dhëna të cilat vërtetohen edhe nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Nëse i referohemi vitit 2022, ku kemi pasur 37.900 transaksione të realizuara, në vitin 2023 35.690, apo në 2024 31.199, pra këtu kemi kurbën në rënë, se për shkak le të themi të pritshmërive për hapjen e procesit të rivlerësimit u duk sikur shumë kush që kishte përqitur pronën e tyre u step, dhe në janar-tetor të vitit 2025 në fakt janë vetëm 16.963 transaksione të realizuara, gjë që tregon që automatikisht shumë kush që kishte në plan u step. Por çfarë ndodh me procesin e rivlerësimit? Çfarë ndodh me ata të cilët kanë pritur, janë tashmë në procesin gati final, ku Ministria e Financave duhet nxjerrë ato aktet nënligjore? Nëse çmimi i blerjes së një apartamenti, marrim rastin se nëse është blerë në vitin 2015 dhe sot për shkak të shtrëngimit të vlerës pronës, por edhe për shkak të rritjes së çmimeve referencë kushton 100.000 euro, atëherë ajo pjesë që tatohet në këtë rast është diferenca nga 60 në 100.000 euro që shkon në 40.000 euro. Tatimi 15% në kushtet aktuale, ku ende rivlerësimi me 5% nuk ka hyrë në fuqi, do të bënte që ai individ do të paguante plot 6.000 euro për rivlerësim. Por me normën vetëm 5%, atëherë ai do duhet paguajë vetëm 2.000 euro. Në këtë rast, pjesa që ai ka si kursim shkon në vlerën e 4.000 eurove, por siç e thamë edhe në kryet herës, do duhet që të priten aktet nënligjore nga Ministria e Financave. Dhënat prej andej tregojnë që do të merret e gjithë koha e nevojshme, ndoshta 22 shkurti do të jetë afati i fundit ku institucioni do duhet që të nxjerrë edhe aktet nënligjore. Deri në atë kohë ne kemi biseduar edhe me agent të real estate-it, me vlerësues pasurive të paluajtshme, por edhe me shoqata përfaqësuese, ku në fakt janë të shqetësuar sepse transaksionet kanë ngelur dhe kjo ka krijuar një blokadë në tregun e shitblerjes pronave. Do duhet kishte nisur që në 1 janar u dekretuar me vonesë nga presidenti Begaj, më pas u publikuan fletoren zyrtare, 14 ditë në fletoren zyrtare, tashmë jemi në fazën ku duhet presim ende daljen e akteve nënligjore rregullatore nga Ministria e Financave. Po të themi pas në kohë, në fakt shkojmë në majin e vitit 2024, ku ish deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti e proposoi si nismë ligjore. Nga atëherë deri më sot, cilat kanë qenë le të themi efektet e kësaj odisesë së rivlerësimit? Faktikisht është tamam odise, është termi i duhur besoj për këtë situatë. Faktikisht ne kemi pasur ndikime të lehta, nuk ka qenë që ka qenë tregues të tregut. Ndikime ka pasur tek ata pronarë që kanë pritur rivlerësimin e pronës tyre për ta nxjerrë më pas në treg, duke qenë që tatimin e mund ta kenë pasur mbi 15 apo 20.000 euro. Domethënë për këto prona patjetër që ka pasur një stagnacion të vendosjes për të shitur ose jo nga pronarët. Po, do thot kjo që ka pasur më pak ofertë në treg, ka ndikuar ndoshta tek çmime më të larta, ka krijuar një lloj ngërçi, çfarë konkretisht? Faktikisht po, kemi pasur një mungesë në treg, sidomos të pronave që janë të certifikuara, se këto rivlerësimi bëhet për prona të certifikuara, janë edhe prona që kërkohen më së shumti në treg, sidomos vitet e fundit, duke qenë që kemi edhe një zhvillim të pronave dhe të kullave të reja apo të ndërtesave të reja. Duke qenë që
të gjithë ata që blejnë për investime duan që apartamentin ta kenë gati mbas 2 muaj pas blerjes si ta vënë në ripërdorim, qoftë edhe për të jetuar, por po marrim rastin e investitorëve që janë edhe më të lartë si kërkesa që kemi, sidomos në zonat premium, siç është Qendra Blok apo rruga e Elbasanit, që janë edhe zonat që janë edhe më të kërkuara dhe pjesë Onazës gjithashtu. Në pritje të rivlerësimit, në pritje të daljes akteve nënligjore, si pritet ndikohet tregu në drejtim të larmishmërisë, më shumë pronave që mund të dalin dhe në drejtim të çmimeve? Çmimet do vazhdojnë të rriten, qofse kjo ishte pyetja. Pronat sigurisht që do kemi më shumë pronat, paktën pronat që janë më të kërkuara, flas pronat që janë me certifikat të certifikuar që janë gati për të banuar apo për të dhënë me qira në rast investimi. Kështu që këto prona patjetër që do kemi më shumë të kësaj tipologjie. Ndërsa për çmimet ne vitin e kaluar faktikisht kemi pasur një lloj stagnacioni pikërisht për shkak të gjithë rrugtimit Odises që kemi pasur gjatë një vit e ca është bërë, një vit e gjysmë, në mos gaboj gjitha. Dhe sigurisht ka pasur nga ato pronarë që kanë dashur, nuk kanë pritur dot të gjithë këtë dhe i kanë nxjerrë për rishitje. Ka qenë një efekt ngandalësues, ashtu siç e tregojnë fatikisht edhe vetë statistikat, përsa i përket pjesës së fitimit kapital, përsa i përket numrit të transaksioneve, pak nga dhënat tona në fund të 2025-s, 2025 ishte larg nga 2022-shi, 2023-shi, pra nuk ishte fituar akoma momentumin, për shkak se në ato vite, po themi 2022-2023, ka pasur dinamika që vinin për shkak të fushatës fundit të rivlerësimit, goditur nga 2 lajmërime të cilat nuk e bën një rivlerësim në realitet, para lajmërimit 2024-s dhe 2025-s e detyroi komplet tregun që të fillojë të tkuret dhe të ngadalësohet ndjeshëm, duke sjellë në akumulimin të paktën në fund të 2025-s të 5300 apo 5500 kontratave premtim shitje, për shembull angazhime midis palëve që do të ndodhi transaksioni, do të ndodhi tjetërsimi pronës në moment kur të hyjë në fuqi rivlerësimi. Tani mendoni që këto ishin shifrat të fundit të 2025-s, jemi në muajin e dytë të 2026-s, rivlerësimi përsëri duket larg, është totalisht e paqartë se kur do të fillojë të bëhet efektiv. Besojmë që kjo 5300, 5500 duhet të ketë kapur patjetër 6000, dhe presioni sa vjen edhe rritet në treg. Edhe është një presion i pashëndetshëm se jo vetëm që rrit pritshmëritë, rrit ndoshta edhe çmimet për ata që duan ta kryejnë transaksionin pa pritur rivlerësimin, por rrit ndjeshëm riskjet që infrastruktura mos të përgjigjet ashtu siç duhet përgjigjet. Pra kur themi infrastruktura, është infrastruktura digjitale, po është edhe infrastruktura e ASHK-s. Institucioni i cili do duhet të përballet që ditën e parë me ndoshta 6000 aplikime për procesin e rivlerësimit, 6000 aplikime që dim ne në statistikat tona për transaksione, po mund ta rivlerësoj pronën kushdo që ka dëshirë që ta reflektojë vlerën e tregut në kartelën e vet, pa pasur një synim për ta shitur shumë shpejt. Pyetja juaj është shumë e drejtë, sa ka ndikuar këtë tregu imobiliar në Shqipëri? Po, realisht ka ndikuar këtë tregu imobiliar, sepse shtator, tetor, nëntor, dhjetor, 4 mujori i pari 2025-s, pra 2025-s dhe 4 mujori i dyti 2025-s, që kanë qenë fillimi i vitit dhe mbyllja e vitit, kanë qenë një interes shumë madh duke prit këtë ligj, se kur do vetë në vigencë dhe kur ky ligj do ketë mundësinë që të ushtrojë kapacitetet e veta për të pasur sa më shpejt këtë amnisti që e presim gjithë. Dhe ja ku jemi sot është, dhe u baj thirrje të gjithë klientëve, të gjithë pronarëve, që disponojnë një pronë në Republikën e Shqipërisë, ju lutem keni durim, sepse punjavë është filluar. Ata sigurisht që kanë pasur durim sepse kanë qenë detyruar, nuk kanë mundur ta bënin dot rivlerësimin me 5%, po dua të them ka pasur nga ata cilët kanë pasur pronën e tyre dhe kanë pritur, ka krijuar një lloj ngërçi në tregun e shitblerjes pronave, ka pasur më pak prona në treg, ka pasur më pak alternativa. Absolutisht që po. Ka patur disa bllokime shumë të mëdha, sepse ju siç e dini, rreth 75 deri në 80% sot të gjitha blerët në Republikën e Shqipërisë sot, të gjitha atyre të cilët duhen bëhen pronarë në shtëpi, siç janë zyrtar, intelektual, njerëz të cilët të vinë nga jashtë gjithë, kanë një mbështetje për një kredi minimalisht dhe pjesërisht për të plotësuar fondet të cilat janë të detyrueshme. Unë do të përdora një shprehje të njohur që nuk ka asnjë gjë të re nën diell. Praktikisht për Shqipërinë në këtë rast nuk ka asnjë element të ri për sa i përket fushatës rivlerësimit, sepse duke pasur parasysh që kanë qenë 3 fushata kryesore, të cilat me gjithë ndërhyrjet mund të shkojnë në 7
etapa, pra ka qenë 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 prill të 2022-shit. Kështu që kemi bërë tashmë 3 fushata, dim të hartojmë ligje për fushatën e rivlerësimit, mendoj që kemi mjaftueshëm eksperiencë për të hartuar dhe aktën nënligjore, mendoj që kemi eksperiencë ngjashme me 2016, kur paralelisht me fushatën e rivlerësimit janë nxjerrë edhe çmimet e referencës, përsa i përket transaksion pasuritë e paluajshme. Kështu që për ne është pak e vështirë për të kuptuar pse është kjo te zgjate. Mori më tepër kohë se ç'ishte nevojshme instruksioni i presidentit, po merr të gjithë kohën që ligji jep në dispozicion, që mendoj që nuk është e domosdoshme Ministria e Financave për përgatitjen e akteve nënligjore. Mendoj që një nga elementet që mund të kenë ngadalësuar fushatën e rivlerësimit është pjesa e çmimeve të referencës, që kësaj radhe janë të lidhura ngushtë. Pra, praktikisht në të gjitha daljet publike është thënë që do të hartohen çmimet e referencës, do të hyjë në fuqi çmimet e referencës dhe pastaj do të hyjë rivlerësimi. Pra, kthehemi mbrapsht në qershor të 2024-s, pra në maj ishte propozimi për projektin e rivlerësimit, projekt ligjin e rivlerësimit, në qershor korik ishte dalja e parë publike që po do të bëhet rivlerësimi, po do të bëjmë çmimet e referencës, dhe më pas u shtyp pafundësisht në shtator e vijim që do të bëhen çmimet dhe më pas rivlerësimi. Dhe duke sikur ka akoma një paqartësi për çmimet e referencës, çka mund të sjelli të ngadalësim, sepse vetëm kështu do të bënte sens për procesin e rivlerësimit. Përndryshe, vetë ligji i rivlerësimit është dy faqe e ligj. Kështu që për aktën nënligjor nuk besoj që do na duaj aq shumë kohë për ta vendosur në funksion. Por ngërçi me çmimin e referencës ndoshta ka shkaktuar dhe ngërçi me rivlerësimin. Ky mos miratim apo gjithë kjo vonesë ka shkaktuar realisht shumë probleme. Probleme për qytetarët që duan të çesë një pronë dhe nuk e kanë shitur, probleme për qytetarët që duan të blejnë një pronë dhe e kanë patur të pamundur ta gjejnë një pronë për ta blerë, sepse janë, po flas për kategorinë e qytetarëve që duan marrë një kredi dhe janë pikërisht ato prona që rishiten, që kanë mundësinë kolateralit. Kanë përfituar ndërtuesit, mendoj, kanë përfituar ndërtuesit sepse dikush e ka patur për të blerë dhe nuk e ka blerë dot një pronë që rishitet, sigurisht që është hedhur tek ndërtimet e reja. Problematikat kanë qenë shumëta dhe për zyrat e pasuritë paluajshme, sepse janë marrë kapare rezervimi për këto prona, me shpresën se do miratoj ky ligji, u zvarrit vitin e parë 2024, u kthyen mbrapsht, ka pas penalitete, si për zyrat dhe për qytetarët që nuk e shitën pronën, edhe për ato që nuk e blen. Se ti vetë ke klient, cilët Ne kemi patur klient që kemi pas marrë kapare dhe kemi kthyer mbrapsht. Domthonë, ne kemi gjetur gjuhën e përbashkët, gjuhën e mirëkuptimit, për të mos patur penalitete nga të dyja anët, ndoshta mund të themi edhe që e kemi rregulluar dhe kur janë marrë kapare, i kemi specifikuar afatet, gjërat dhe kushtet, një ndër kushtet ka qenë rivlerësimi, por që realisht ka pas probleme. Ka pas probleme shumë për zyrat imobiliare, siç thash më lart, që nuk kanë mundur të punojnë. Thjesht kanë marrë kapare, të cilat janë kthyer, që nuk janë kthyer në transakcion apo komision për zyrat. Se në fund fare një zyrë real estate mbahet me komisione, nuk mbahet me kapare që rrinë të ngrirë aty që i kthehen mbrapsht. Sa do në fund ditës janë një formë garancie. Sot, duke qenë se jemi në pikën e nxehtë, do ta quaja unë për shkak se duhet kishte hyrë fuqi nga janari. Ka një lloj mosbesimi në treg, pozvarritet. Unë aktualisht kam bërë me 10 apo mos thon qindra raporte vlerësimi për klientët. Janë klientë të cilët kanë mbyll kapare rezervimi për shitjen e pronave dhe janë pikërisht procesin që pyesin çdo ditë telefon, vin çfarë u bë. Unë pastaj marr zyrat e noterisë, marr miq që mund të kem, njëoj që mund të kemi nëpër ASHK dhe që janë në pezull. Nuk dim asgjë akoma, flitet data 5, flitet data 10, por që janë llafe pazari kur themi ne sepse s'ka asgjë konkrete. 5%, shumë pak, duhet ishte ndoshta si ato rivlerësimet, normat që kanë qenë më herët nga 1, 2, 3%? Faktikisht është një përqindje që është pak për ato që duan për të motivuar pikërisht për këto pronarë që ne sapo folëm, që duan të rivlerësojnë pronat e tyre dhe sigurisht që është më shumë nga rivlerësimet e mëparshme që kemi pasur 1 dhe 3%. Por me rritjen e çmimeve në këto lloj nivelesh që kemi shkuar gjatë 10 vjeçarit të fundit, sigurisht që ka qenë nevojshme një rivlerësim me prej 5%, sepse kemi një rritje shumë të madhe të çmimeve në treg.
Masat kufizuese të korrikut vitit 2025 Bankës Shqipërisë si në drejtim të kolateralit, por edhe në drejtim të masës së kredisë në raport me të ardhurat, si e ka ndikuar tregun e shitblerjes pronave? Sidomos ka ndikuar shumë tek ato blerës që janë me kredi dhe blerësit ne zakonisht si për të investuar si ata që blejnë qytet e reja apo që blejnë një banesë për të jetuar, drejtohen drejt kredit. Sidomos vitet e fundit ne gjithë blerët pothuajse kishim me kredi. Dhe sigurisht që ka ndikuar, sidomos këto masa që unë shpresoj që të vinë një kohë që të rishikohen, sepse shumë blerës të rinj apo mosha e jonë që ka nevojë për një banesë të re, që ka nevojë për një apartament të ri me këtë lloj kushtesh është e pamundur me pagat edhe që janë aktualisht në Shqipëri. Kështu që ka ndikuar, patjetër që të vetmi blerës që vazhdojnë blejnë akoma janë investitorët, janë edhe ata që ka kesh, patjetër që ka kesh në Shqipëri, po flas për pjesën dërmuese, kredia na ka prishur punë. Ne dim që çdo proces rivlerësimi bëhet që në fund ditës edhe shteti ta argëtojë ca para. Pra kemi pasur 6-7 amnisti, nga 1 deri në 3% ka qenë ai koeficienti i rivlerësimit, po në drejtim të çmimeve, sepse në fund ditës le të themi ajo është ndoshta gjëja që intereson më shumë qytetarëve potencialisht blerës. Si pritet ndikohet tregu i shitblerjeve në drejtim të çmimeve nga rivlerësimi? Atëherë ju siç e dini, jam një broker dhe një ekspert me eksperiencë shumë vjeçare dhe jam njohur si mirë i marketit në Republikën e Shqipërisë dhe duke pa dhe çuritë kohës që jemi në një kohë jo të mirë marketi dhe të shregull pothuajse në gjithë Europën, po flasë për Shqipërinë, nuk kemi akoma një market ku neve të bëjmë përcaktimet eksakta dhe të kemi një lloj marketi sqarues, këshillues, ekzistues sot përveç se një market të shregull, të cilën çmimet vendosen në ndryshe në darkë dhe ndryshe në mes. Falqof vetëm këtu në rregullimet ligjore, të cilat u thirr edhe një herë prap, sepse është shumë e domosdoshme ta marrin vesh të gjithë pronarët në Shqipëri që kanë ndryshuar një pjesë e madhe e hartës edhe referencat në Republikën e Shqipërisë, dhe duke patur këtë situatë ndryshime ligjore dhe nën ligjore, lutem drejtoni të merrni informacionet e duhura pranë ekspertëve, brokerëve, pranë zyrat juridike, notariale dhe të ashekes dhe gjitha zyrat e ngarkuara ku japin shënimet përkatëse, sepse do ishte në të mirën tuaj dhe në të mirën e çdo pronari, qoftë i vogël, qoftë i madh, që të ketë një informacion shumë dominues në lidhje me këtë situatë që po shkojnë, sepse mbetur pak te çmimet. Unë jam i interesuar të di, duhet të blej sot, pres ndoshta rivlerësimi mul disi çmimet, le të themi në përgjithësi, po i referohem Tiranës sepse nuk kemi shkuar ende. Atëherë, në qoftë që ju do thoni të blej sot, ju duhet kishit blej dje. Jeni të vonuar dhe u tham të gjithëve, nuk ka ulje çmimesh. Mos të ngatrojmë bllokimin hold, pushim, bllokim të momentit, ku ju si që dini dhe bankat e nivelit 2 kanë banë që në korrik të 2024 me një korrik ka hëni që shuhet regulator ligji ku ban rregullimin e këtyre kufizimin, por ju them se jeni të vonuar kush ka për të blerë një shtëpi, për të fut kokën, për të jetuar dhe kush ka për të investuar. Mendoj që elementi në gjithë ekuacion, le të themi me kaq shumë të panjohura deri tani, është çmimi. Gjithkush ka nga ata cilët presin që rivlerësimi do të ndikojë tek ulja e çmimeve, ka nga ata që presin që do ketë më shumë alternativa në treg dhe do zgjedhin atë pronën e tyre më afër ideales. Si pritet që të ndikojë te çmimet dhe te larmishmëria e pronave në treg? Është e vërtetë, do gjithë kjo pritje që bëhet gati 2 vjeçare, do njerëzit kanë perceptuar që mund të ketë ndryshime në çmim. Sepse ne jemi dhe të prirur të besojmë atë që ne duam, atë që neve na shërben. Ato që duan blen janë të prirur të besojnë që do ulin çmimet, po që s'ka arsye. Ato që shesin janë të prirur që me ndryshimin e çmimit të referencës rritet dhe vlera e pronës, por realisht rritet vetëm çmimi i referencës, jo vlera e pronës. Pra, ne çdo kush nga ne preferon të dëgjojë, preferon të besoj ato që dëshiron vet. Unë nuk mendoj që këtu ka vend as për ndryshim çmimesh, as për gjë. Besoj kam shumë prona, ka më shumë larmishmëri zgjedhjes, ka presion më të ulët për rritjen e çmimeve. Nëse vrejmë tregun gjatë 2025-s, ndoshta edhe pak fillimi 2026, por gjatë 2025-s kemi pothuajse një stabilizim në Tiranë. Pra atë që unë vetë kam parë nga disa statistika, që zëtroj është diku tek 2, 2.5, pra 3% praktikisht ecuria e tregu. Kështu që nuk kemi më rritje të forta, sepse të gjithë janë në pritje, dhe të gjithë do kenë mundësi të zgjedhin nga alternativët që dalin treg për shkak të procesit rivlerësimit. Kështu që kjo është
në përfitim palëve, sidomos në përfitim të blerësve, që do kenë mundësi të zgjedhin pronën në përputhje me buxhetin e tyre dhe në bashkëpunim dhe me institucionin financiar, që duket që prap bankat e nivelit dytë do të vazhdojnë të jenë partnerë kryesore. Për ta shpjeguar pak, nëse dikush ka bler një apartament vitin 2015 dhe vlera e tij ka qenë 80.000 euro dhe sot për shkak të shtrejtimit vlerës pronës, rritjes vlerës pronës ka shkuar 100.000 euro, nëse ky person bën një vlerësimin, paguon atë diferencë nga 80 deri në 100.000 euro, që është 20.000 euro dhe nuk e paguon le të themi 15% tatimin, që në këtë rast do të ishte 3.000 euro, po do ta paguaj vetëm 5% që në këtë rast është 1.000 euro. Pyetja ime është kjo. Duhet dikush i cili nuk ka për qëllim ta shesi pronën e tij ta bëj rivlerësimin? Atëherë, këtë shans të cilën po u jepet të gjithë pronarëve në Europlikën e Shqipërisë pa dallim, që nga një pronë e vogël, studio e vogël që ka një gazonieri deri tek një pallat apo vilë që ka. Ju lutem, edhe kush nuk e ka në plan që të shes shtëpinë për momentin, leti drejtor dhe ta baja ta që quhet rivlerësim nga 15 në 5%, nga janari 2026 deri në 10 orët e 2026 që s'keni kohën që të bani rivlerësimin. Pse e them këtë? You never know, never say never. Asnjëherë mos thuaj jo në momentet e cilat ti s'ke menduar kur ta shes, njeriu ka nevoja jetësore, njeriu ka nevoja lvizje, në bota është e hapur, ti mund të kesh nevojë për kolateral banke, ke nevojë për ta shitur, ke nevojë për ta dhënë garanci, ke nevojë që prona jote le të jetë minimalisht e vlerësuar në letra ta kesh me çmimin real vlerës pronës. Sa çmimi, pra nga 100.000 si stan t'u shpjegoj, 80.000 është vlerë, 20.000 do paguani 100.000 lekë treja për rivlerësimin për 100.000 euro. Në vend 5%, duke qenë se rivlerësimet e tjera kanë qenë nga 1 deri në 3%, ndoshta mund të ishte edhe më pak se sa 5% kësaj herë. Dhe pyetja tjetër është që 15% që le të themi që kemi gjatë gjithë kohës, mos ndoshta ka ardhur koha ta rishikojmë, ta ulim pak. Shiko, duhet të themi thanjet e Napoleon Bonapartit, sepse ai ka qenë ndër parë që ka vënë taksat që filin e mal, ku thoke asnjëherë në financë sa do pak të jetë, gjithmonë kërkojmë, sa do shumë të jetë, gjithmonë kërkojmë ma shumë. Neve do ishte mirë se t'ishte edhe me një, do ishte mirë se gjithë shqiptarët të thoshin jemi pa taksa, por të bëjmë një prezentim të saktë të situatës me gjithë të ndërtime, shitje dhe blerje komplet. Unë mendoj se qeveria shqiptare ka bërë një zgjedhje shumë mirë që ka ulë 5% dhe mendoj se nuk është një taksë shumë e rëndë, duke krahazuar dhe me shumë taksa të tjera të cilat randojnë edhe vendet pranimore në shitjen, blerjen, transaksione dhe në financime. Në vijimsi për te rivlerësimit, si parashikohet për të rikthyer prapa aty te çmimet, sepse gjua shkon aty ku dhëm dhëmbi dhe besoj se dhëm për shumë të rinj, të reja dhe jo vetëm cilët presin që të kenë një stre, po me çmimet aktuale ndoshta bëhet disi gati e pa përballueshme. Si pritet le të themi ecëria? Ka ndonjë cikël rënës apo jemi ende në atë cikël? Tani unë nuk mendoj që kemi cikël rënës, mendoj që çmimet do fillojnë të stabilizohen, realisht. Do fillojnë të stabilizohen, nuk do jetë kjo rritje që ne kemi patur, se deri diku edhe tregu po ngopet, mund të themi. Dhe tani po dalim dhe tek blerjet më elitare, mund të them, apo më që nivel tjetër, nuk do kërkojmë në sasin, por cilësinë mendoj. Shko, po ta bëj pak si pyetje ekonomie. Kur ne në ekonomi përmendim termin inflacion, do thotë që jemi shumë të lumtur kur ai inflacioni është më pak se 3%, sepse ritmet e rritjes janë ngadalësuar. Përsëri çmimet vazhdojnë që të rriten. Pra ti po thua të njëjtën gjë që edhe në tregun e shitblerjes pronave, në tregun e pasurive të paluajtshme, ne do kemi një lloj norme inflacioni, por ritmet e saj nuk do të jenë aq shumë të larta sa kanë qenë? Mendoj që do ulen. Mendoj që do ulen. Domethënë, si vetë tregu do e kërkojë atë gjë të tillë. Pra do kemi ulje të çmimeve në vend të... Jo, nuk do kemi ulje të çmimeve. Do kemi uljen e normës rritjes. Kurba e rritjes nuk do jetë me këto nivele që ka qenë këto vite. Fatkeqësisht pritet një rritje e çmimeve, madje unë thash në vit kemi pasur një stagnacion, por i kemi ikur sa kësaj periudhe stagnacioni, sidomos pas vitit të ri kemi pasur, ose pak në 4 muajt e fundit, 5 muajt e fundit kemi pasur një rritje për 20 deri në 30% të tregut në çmime. Kështu që kjo rritje do vazhdojë sidomos me hapjen e rivlerësimit. Mendoj që do të jemi edhe do kemi edhe rritje çmimesh për shkak të gjithë projekteve, mendoj që duhet t'i dini.
që janë të aprovuar dhe që pritet të ndërtohen në Tiranë. Po, dhe ku shumë bizneset tuaja kanë prenotuar tashmë zyrat e tyre. Nëse do duhet ta përmbledhnim Odisenë e rivlerësimit, ajo nis në majin e vitit 2024 me një propozim ligjor nga ish deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti, i cili në një farë mënyre pati një curi të vakët, shkoi dhe qëndroi në sirtarët e kuvendit, më pas në pritje të referencave të cilat u publikuan vjesht në vitin 2025, u duk sikur u hap drita jeshile, por edhe gjatë vitit të shkuar vetëm në fund pati një miratim të amnistisë së rivlerësimit, e cila duhet kishte hyrë në fuqi nga 1 janari vitit 2026, nuk u dekretuan në dhjetor nga presidenti Begaj, por në janar, gjë që në një farë mënyrë shkaktoi një vonesë më vete, ndërkohë që sot shitësit dhe blerësit janë ende në pritje të daljes akteve në ligjore nga Ministria e Financave, gjë që në një farë mënyrë ka prodhuar një lloj ngërçi në shitblerjen e pronave. Se si do të vijojë deri në fund dhjetorit, nëse do të kemi më shumë prona në treg, çmime më të ulta apo më të larta, mbetet për tu parë, sepse në fund ditës tregu i shitblerjes pronave në Shqipëri është bërë i vështirë për tu parashikuar.